Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fëmijët e tij ka qenë shumë i kujdesshëm që t'i ruan nga sherrri i shejtanit. Sa prej baballarëve e nanave nuk kujdesen për nipat e vet, ajo plak, gjysh e gjyshe, e nuk e morrin një herë me ja knuën një lutje, apo me ja mësuar një lutje. Apo po çka i mësoj? Shpesh gjëra që si duan aty njëjtë, apo si duan atë. Madje pitësia dhe çka thon, nana jote shumë e keqja. Çfarë fjala kjo? Ajo i xhojë njerëzit. E shtim e mor i nanën e vet i nati. Pse e shtim e mor nanën e vet i nati? S'ka më dashur se fëmia se nana. Apo pejgamberi alayhis salam i edukon të fëmijët e vet dhe nipat e vet që t'i ruan Allahu xhelal dhe të bajnë dua që t'i ruan Allahu te bareke ve teala nga sherri. Tregon Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an, thot e ka bë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo ka transmetuar prej të tjerëve se ka bë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke kërkuar mbrojtje prej Allahut për Hasanin edhe Husajnin, duke thënë u'idhukuma bi kalimati llahi tamma. I ka marrë pejgamberi afër Hasanin dhe Husajnin edhe ka thënë kërkoj mbrojtjen e Allahut për juve dyve, Hasanin dhe Husajnin, me fjalët e Allahut të plota, të përsosura, min kulli shejtan, pi çdo shejtanit, që mos t'ju prek shejtani. Wa min kulli shejtanin wa hamma, dhe kërkoj mbrojtje prej Allahut që Allahu t'ju ruan prej çdo shpirti që ka helm. Ka thënë dietarët, është për qëllim çdo gjë e cila ka helm, si gjini e shejtan e njerëz që kanë bërë helm. Ka thënë dietarët si mësyshi. Mësysh ka domethënë vëzë, mësysh. Shikoni në gjuhën tonë është mësysh me të kap me sy. Dietar kanë thënë çka mësyshi, edhe në gjuhën arabe i thënë ain, sy. Njëri mbledh mllef çto, edhe e merr inati dikan. Ama atë mllefin s'e kap me luk me gjujtë ai. Çish e gjun? Allahu xhelala ka bë kader që ky mllef gjuhet me sy. Edhe gjun sin. Andaj ka thënë sallallahu alaihi wasallam, shumica e vdekjeve të ummetit tem janë pisinit. Andaj shiko, e ka morë fëmijët e vetë e ka thënë, o Allah, ruaj pi shejtanit, ruaj pi helmit të atyre që ka bartin helm. E kush bart helm? Ziliqari. Ziliqari bart helm. Bart helm të madh bile. Andaj ka thënë alayhi salatu wasalam, si një e shtin devën në end vogël. E ban devën. Andaj ditë për ditë që do ta shohim te ku të vim te disa prej trajtimeve me akrabat e vet pejgamberi alayhi salatu wasalam, e ka pa disa prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam zaif shumë. Dhe ka thënë pejgamberi, çka o ki? Ka thënë ka kop sini ya Rasulullah. Sini është shumë i keq. Andaj pejgamberi ka caktuar dhikr të akşamit edhe dhikr të sabah. Sabah kur qohesh ka lutje të veçantë. O Allah, ruaj pi çesaj, pi tëne pi ziliçarit. Se të këshir një herë dërdzon. Allahu na ruaj nga ziliçarët dhe nga syrat, nga sytë e këqij. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa min kulli aynin lamma, dhe ruaj o Allah këto dy nipat e mi nga çdo sy i cili gjun me sharr, kap me sharr. Lamma është kur mbledh me sharr, kur mbledh me sharr. Dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kështu lutej Ibrahimi për djemtë e vet Ishakun edhe Ismailin. Dhe kjo botë ka shumë sharr. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, me ditë ju shka shohune, zdilni natën hiq. Shikoni, na që të ndunja shka jena në qëtë tokë, shka jetojna. Kjo tokë para neve është banu me e gjinje. Andaj kër e ka kriju Allahu Ademin, e gjinët janë revoltu. I pari për tërë shejtani. E Allahu gjela për me drejtu, pa i së drejtue, e ka thirë shejtani. E ka hip nalë, te me laqën. Ka thonë, us gjuduli Adem, bini sejtë Ademit respekt. Ketë ka në sejtë, përveç shejtani. Se ka kuptu se ka me zip toka, dhe ka rival. Edhe ka dalë për rahmetit Allahu Gjelluala. Ka thonë ka me ti deviju ketë. E tani si me kuptu këta, para me në ti me shku me një shpi, apo, edhe së shpia jote. Mirë po vinë drejtusit e matë mdojt venit, thojnë dilë të jashtë, hinti. Apo, mirë po a i prapë silë të ati pari. E Allahu Gjelluala ka thonë Ademit, rriti me muhe, unë e të ruj piktira. E sa për njërës ja mërë me thot, lema beson e vetë mirë në vesh. Qish mirë është vesh ti? Ti me një komunë së mirë është vesh. Me një parletat vogla së mirë është vesh. Ti me bo me të sinu rogën me smetalon kur të japin. Do shkish ka ban. Apo
sa për i zullumeve neve na ipin qaf, s'ki shka ban, apo? Po para me një shejtan ti se she, ka të hije, ka të del. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ato han me juve, pin me juve, flen me juve. A i flen me ti që aty? Apo, keni pa njëri flek 14 orë, edhe një 4 orë s'kthjellët. Nuk është normale kjo. Po ai ka flet dikush tjetër me ta. Apo han me ta. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, kur njëri ban bismillah, shejtani thot largoju, s'ka bukë për juve. Kur ti e merr bukën bismillah, më dhe shikon njerëzit që kanë vërtetu këta, sa që ka qenë e njohur. Kur dikush ka dash me hangër shumë, ka thënë s'po bëj bismillah të ha shumë. Ka qenë e njohur te njerëzit, pse? Se e din se kur zhban bismillah, s'ka mundësi me hangër shejtani me ta. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, kështu lutej Ibrahimi për 2 djemt të vet, Ishaqin edhe Ismailin alayhimus salatu wassalam. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam prej traditës se ka pas që t'i mëson nipat e vet. Andaj prej nipave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që është pak më larg, domethënë djali i Axhës, apo i thonë latina nip, është Abdullah ibn Abbasi. Edhe për ta është lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po nuk e ka nip, domethënë sigurt, domethënë djali i vajzës vet, djali i vajzës, por djali i Axhës. Sa mësimët që ne i kallzojna, a i di kur e përmena që atë Bukhariun i cilin a i ka i rujt që të fjallë, një numër të madh të historive në i ka i rujt djali i Axhës vet, Abdullah ibn Abbasi. Kur'anin e Zotit Gjelluar që na e lexojna, shumicën e komentit që ka na e kuptojna, do në që kia jetë e ka të shket me ana, pike e kena mor djali të Axhës, djali të Axhës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot Hasani i biri Aliut radiallahu an, mi ka mësu pejgamberi alayhi salatu wasalam një dua që ta tham në lutjen e vitrit. Se lutjen e kur bëna vitr dua, kush e ka mësue? Ne ka mësu Hasani nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Thot Hasani, mësonte pejgamberi, shko, më mësonte. Do i thotë që thuaj o djali jam çështu. Dhe gjithmonë e ka thirrë o djali jam, nipin e vet, o djali jam. I ka thënë thuaj o djali jam, Allahumma hdini fi men hadayt. O Allah, udhzom me ato që i ke udhzuar. Wa afini fi men afait. Dhe ruma sigurien me ato që ja urun sigurien. Ruma shnetën me ato që ja urun shnetën. Wa tawallani fi men tawallait. Marëm mik me mik që i ke morë për mik. Wa barik li fi ma a'tait. Dhe jepëm bereqet në ta që ma ke dhanë. Wa qini sharra ma qadait. Rujun prej sherrit që e ke zbrit në kader. Pas e ka thanë, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. O Allah, kur ti gjikon, sën ta kthen gjikimin dikush mas. Kur Allah e bë kaderin, sën thot dikush, merre, kthej mas. Ku me kthie? Tashën Allahu smundjen, s'ki çka bën. Po s'dua, ja Rab, heke. Kjo kaderi Allahu xhelal. Shikoj që ka lut pe mësam, ka thon thuaj o djalem, thuaj o djalem. O Allah, kur ta zbritësh gjykimin, ruju, se atë kur e zbrat ti s'ka që e largon dikush. Pastaj ka thon wa innahu la yadhillu man walait. S'është kur i nënçmum atë çka e ke marr për mik dhe ku te barak te rabbana wa ta'alait, ka thon ti o Zoti jon, je i madh dhe ke bollok në mirësi dhe je i lart subhanahu wa ta'ala. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej traditës pejgamberit alayhi salatu wasallam me nipat e vet është se i ka marr shpesh në xhami. E këto do ta sqarojnë. Nëse pasi shpesh po na dalin telashe me fëmijë zhurmaxhi, do ta sqarojnë. Apo pejgamberi alayhi salatu wasallam tregon një shok i pejgamberit alayhi salatu wasallam Abu Bakrate radhiyallahu an, jo Abu Bakri tjetër shok i pejgamberit alayhi salatu wasallam, thot shpesh e kumpa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ditën e xumë, minber, duke u fol këtë muslimanëve. Apo edhe vinte Hasani dhe Huseini, edhe i mirte pejgamberi alayhi salatu wasallam në khutbe. Me mor hoxha sot djalin e vet khutbe apo nipin e vet, e dini, ki hoxha Rusia. Palle piku ka ardhki, palle ku ka mësuki. Jo vëzër, më i madhi pa ai që ka kriju minberin. Ai që i pari ka hip minber, thot Ebu Bekra radhiyallahu an, e kumpa dhët shpesh, thonte bile rrinte i shqetësum, e majte khutbën i këshirte djemt, e majte khutbën edhe i këshirte djemt, edhe thonte inne bini hadha sejidun, djali jam që ki është zotni, djali jam Hasani është zotni, wale allallahu en yusliha bejnehu, wale allallahu en yusliha bi bejne fietejni adhimetejni minel muslimin. Dhe thonte shpresoj që Allahu di grupe që kanë mu përqapi muslimanve të mdoja, kam i regullu Allahu me qëket djali. Dhe i ka regullu. Kura rok
Aliju me Muawijen radiallahu an, dhe a bo lufte madhe, dhe a derë gjak i muslimanve shumë. Apo andaj Amr ibn Asi ka qenë nga Muawija, edhe kur janë rështu safët, edhe ka thonë Amr ibn Asi, shoki pejgamberit ka qenë gjeni u thonë. Dhe ka thonë dinak, gjarkun. Kur i ka pa që shenë rështu, si shifët dhe njerë ftyra, gjesët, ka thonë, po sho gjak. Edhe ka ndodhë gjakun. Pas shumë luftrat që ka ndodhë, që ka pejgamberi ka thonë, që ki djali ama zotni. Kur ka ndru jetë Aliju, radiallahu an, apo atëherë i ka met puna tash kush më ba khalife. Djalin e ka Aliju gjallë, Hasani, ka burr, apo edhe nga ana tjetër Muawija. Atëherë i ka thonë Hasani, i nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ta kuptoni? Pse ka thonë ka me rregullu Allahu me nipin tem di grupe të mëdha të muslimanëve. Andaj ka thonë dietarët që ka përmend Raghib el-Isfahani, ka thonë nuk bëhet zotnia i njerëzve ai i cili se ma mlefin. Nuk bëhet zotnia i njerëzve i pari i njerëzve ai i cili rroket për intimitetet e veta. Rroket për personalitetet e veta. Mua ma kanë shkel hakin. Dëgjoni këtë rast. Ka shku Hasani te Muawija. Dhe i ka thënë selam. Ka thonë si më rregullu kjo punë? Në baba vdiq, u vra. Qa du të me botash? Atëherë ka thonë Hasani, nëse unë e shloj pen, a rregullohet kjo punë? Unë e di që mund të akon kjo punë. Se kanë djali Aliju. Apo? Ka thonë nëse unë e shloj pen, a rregullohet, a qetësohen gjakat e muslimanëve. E ka vetë këtë palë dhe atë palë. Edhe Hasani ka thonë, unë e lëshoj udhëheqjen time për Muawijen. Edhe ja ka shluar. Ajo ka mos hak. A kupton ajo ka mos hak. Muawija u kon më lart. Edhe janë qetësu gjakat e muslimanëve. Pi atë rast kanë hec dikun 600 vjet s'ka pas luftra. Shikosh ka domethën, njëri shlon pe 600 vjet një rrin rahat. Njëri nuk shlon pe bëhet luk për 300 vjet. Arabët e kanë pas zakon përpara, i kanë shlu kuajt me bagara. Ja ka shku njëri kali, 300 vjet kanë bë luftë. Vallahi më duket shpesh hasmërit mes muslimanëve i ngjajnë çështu. Kur ta kshish janë rrok për dëni kali të vogël. Për dëni, ama ai dini ato do kuaj që kena mrena neve? Njëri thot, na s'kena kuaj. Janë do mrena këtu. Veç kalorojnë mrena, apo ato epshet tona, tekat tona. Ole, çetsoje. Ole, domthon nale, frenoje at mlefin mrena. Ka mundësi Allahu gjatë banë zotnit muslimanëve. Që ka bëhe Hasanin të birin e Fatimës radiallahu anhunne wa ardahunne.